Bashkinë e Divjakës? Për çfarë do Lushnja Bashkinë e Divjakës? Për çfarë do? Kur Lushnja nuk mban dot vetveten, do mbaj Divjakën. Kur Lushnja spitalet I ka kërë, më falë për shprehjen, po jemi të detyruar të shkojmë atje. Jemi të detyruar. Prandaj Divjaka ngrihet. Ngrihet për të drejtat e tyre. Edhe unë më firmos bashkë me ju. Ju faleminderit. Divjaka Bashki! Po Shqipëria! Hiqe prizën e tij. Hiqe në prizën e tij syri. Atëherë qytetarë të Divjakës, sipas jush në kohën kritike të dimrit, nëse ne jo përmbytemi, po do jemi në një rast kritik sepse natyra bën vetëm. Çfarë presim ne nga Lushnja? Çfarë presim? Nëse vinë fondet, ne presim diçka nga ata. Ndaj ata shikojnë një vetveten, pastaj të kthehen nga Divjaka. Jam shumë I emocionuar që Lushnja kërkon Divjakën. Ju përshëndet. Divjaka Bashki! Vazhdoj marshimin! Mos u largoni!